Përshëndetje njerëz, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në një vlog, nuk mund ta quaj se nuk do jetë vlog. Do jetë thjesht një bashkëbisedim. Mirë keni, as bashkëbisedim jo se ju thjesht do më dëgjoni, por ndoshta mund të ktheni ndonjë koment. Mirë se keni ardhur në një video tjetër me mua. Nuk e di nëse duhej apo jo ta bëj këtë video apo okej, thash po e bëj. Jo se nuk kam çfarë video të bëj, sepse vlogun që kam gati e kam, thjesht duhet edituar edhe pak që ta postoj. Ndërsa këtë video do ta publikoj direkte. Prandaj jam duke e filmuar edhe me telefon, jo me kamerë, se do ta postoj direkt. Kam dalë këtu me Zojën rreth parë te parku te Lagja. Me qenë se është pak diell, frym pak me thënë drejtën, por gjithsesi. Dlit, koli o ti bukur. Edhe mund të kemi pak ndërprerje, por më kuptoni besoj. Na falni edhe për paraqitjen se nuk jemi shumë në gjendjen e më të mirë të mundshme. Gjithsesi, atëherë goca, po e bëj këtë video se mendoj se këtu është platforma ku njeriu mund të shprehet, themi, më mirë, që nuk mund të paragjykohet nga të tjerët, të gjykohet, të ofendohet. Edhe këtu ka njerëz që të flasin normalisht, që të flasin edhe me ironi, ose mundohen që të ofendoj, por jo sa mund tjetë në platformat e tjera si TikTok-u njëherë, apo dhe Instagrami pak a shumë. Tani, unë dje kam postuar një video në fakt në TikTok. Isha duke reklamuar një kostum që kam marrë me bashkëpunim. Edhe e hodha pa e parë fare videon, edhe nuk e kisha prerë. Aty gjatë videos tani ishi filmuar një pjesë ku Zoji më kërkonte, jo se qante me të madhe, po keni parasysh fëmijët në këtë moshë, sidomos që ja bëjnë mama, ose duan vëmendje her pas here, ose për shembull nuk e di, ju goca që bëni video, ndoshta mund të kuptoni që sa herë që bën video, ajo të kërkon ose grindet. E kupton, jo që shan. Sa herë, kështu ndodh gjithmonë me Zojën. Edhe unë isha thjesht duke i folur kështu, po ndoshta zëri im ishte pak më i lartë, apo as nuk më kujtohet se si ndodhi, nejse. Edhe doni ju kishe marrë gjithë ato komente kjo video, se unë që kisha bërë, thoni. Unë e fshiva videon se nuk kisha nervat merresha me komentet e me gjërat, me thënë drejtën, edhe kam qenë e mërzitur dje, në fakt unë dje ndarë ke vura re këtë gjë, kur më kishin shkruar dy goca që Romilda shiko kështu se dukesh që keq që ka thënë, jo për ndonjë gjë se gjithë kemi fëmijë, po ma kishin thënë, do me thënë me kuptim të mirë, jo kështu se është normale, edhe unë po të shikoja një person për shembull që ose unë nuk do ta gjykoja në radh parë, por e keni parasysh neve jemi që kështu nuk na rrihet. Edhe madje, edhe në dy videot e tjera, shëndet mama, shëndet të dritë, shisi u bëre, mami nuk ka marrë letër, nejse. Me mam, do që kujti? T'japin pak ujë Zojit, edhe më kishin komentuar, do me thënë kështu, më kishin gjykuar. Unë nuk e se arrita t'i lexoja të gjitha komentet, se sa pash një koment e fshiva direkte edhe thash ok, Romilda fshije. Por shikoj që disa persona i kanë ngel kështu pik në zemër kur i thonë, se e shoh që kanë komentuar edhe në një dy video të tjera të mia, që pse o hoqja atë videon ti ku goca të kërkonte dhe ti nuk shkoje. Keni parasysh to kështu. Edhe se bio njerëz, kam qenë e mërzitur vetëm për faktin, do me thënë që më duk si kur dola si nën e keqe të themi, kur në të vërtet asnjë nuk është nën e keqe, por ndodh që vjen një moment për shembull që të gjithë i bërtasi fëmijëve ose të gjithë janë ngren zërin fëmijëve. A kuptoni këto që mendoj unë, nuk e di sa mund të jenë kaq shumë të perfekte, për shembull sa nuk i flasin fare fëmijës, sa e lën që e zëm, jo në rastin tim se unë isha duke bërë video, sa e lën që ta kthej përmbys shtëpinë, përmbys në kuptimin që të thyej çdo gjë e të vëgjë dhe nuk i bërtasin asnjëherë. Edhe prandaj më vjen më shumë inat që si mundet, domethënë, nuk e di, se të gjithë domethënë, shumica besoj e ka kaluar, përderisa më ka thënë e ka kaluar këtë fazën e mëmësisë ose do jetë nën,
edhe se di them, kaq perfekte që kanë këto, unë që kam jo perfekte, nuk që kam aq nënë e mirë, ose ku ta di unë. Jo se vend dyshim unë më mësin time, por më mërzita më shumë se dukesh atë të tjerët, e kuptoni, dhe jo se duhet më interesoj shumë mendimi e të tjerëve, por nuk doja unë vetë që të dukesh e tillë. Edhe më vjen shumë inat që nuk e pash atë videon, e hodha direkt ashtu, që ta kisha fshirë. Por një gjë e keqe e imja tjetër është që unë jam shumë pa filtra, edhe mendoj se ja, shikoni si tani. Qa ka goca? Kështu bente edhe dje. Nuk është se qante. Qa do goca mamit? Qa? Dale? Dale mama? Kështu bente edhe dje, jo se qante, besoj e kuptoni. Edhe unë thjesht janë ngrita qikzarin duke i thënë që o zoj, gjithmonë bën kështu kur unë bëj video. Kur unë bëj video. Ha mama, qa donë? Ja mama, ku i ke? Do i ke mandej? Na. Edhe, du me thënë, kështu i thash, gjithmonë kështu kujtojsh ti Zoji, thoja unë që të bësh kur bëj unë video, e kupton, sikur po i kërkoja llogarit themi, por ndonjëherë që të flasësh edhe me fëmin kështu. Edhe, që po thoja tani, se duhet ta kapa ty kërlesh. Edhe nuk e fshiva, do me thënë, nuk e pash video ndot që ta ke isha hequr. Ba, po thoja këta goca që ajo pjesa që unë do me thënë jam pa filtra, është që duhet të vendos pak filtra, të themi, si nga ana paraqitjes, kështu që unë kur bëj video, flas për në TikTok apo në Instagram, nuk vendos filtra, se njerëzit të mendojnë dhe nga ana e marrim nga ajo që është kështu, do me thënë, në aparenca. Plus filtra, kështu që për shembull duhet i bëj video të duke të jenë sa më, ku di unë, të duke sikur është çdo gjë perfekte, sikur, ku di unë, por nuk është kështu, edhe të dua unë nuk e bëj dot ashtu. E kuptoni? Edhe prandaj njerëzit ose të ofendojnë ose të gjykojnë se kanë inata, po çfarë inati do kenë, nuk e di. Edhe kështu goca, kam qenë e mërzitur në fakt që dje, edhe sot edhe nuk kam filmuar, s'kam hap blog tjetër, përveç atij që kam gati, edhe se di. Ha mama. Pive ujë, Zoji. Mama. Edhe thoni ju sikur qa ka goca? Na, e do apo se do? Ja, shiko kur bën kështu për shembull. Dale. Ha. Qa ka goca ime? Do iki mandej? A di iki me mamin. Edhe po thoja që kam qenë kështu e pa motivuar për të bërë video. Gjithsesi, gabimi im është që unë i bëj videot edhe kur Zoji është zgjuar. Do me thënë, mundohem që t'i bëj edhe kur është zgjuar, sepse kam për të bërë shumë video, kam bashkëpunimet, e kupton, jo YouTube, jo këto. Por duhet t'i bëj kur është Zoji në gjumë, sidomos ato të TikTokut njëherë, se ata janë ata më ofendusit, më bullizusit, më këdiun që mund të them. Nuk e di goca se çfarë mendimi keni ju për këtë gjë, do me thënë, apo do më ofendoni dhe ju, apo do më gjykoni edhe ju këtu. I mirëpres, edhe nëse më gjykoni edhe juve, por si më shikoj njerëzit. Por e janë gjëra që ndodhin. Unë mendoj se vjen një moment në çdo, jo vetëm se, okay, do thoni ju, po ti ke më të rëndësishme, po diun, rrjetet sociale, se fëmin, e merri e fëmin, apo si që shtek. Zoji ishte shumë e qetë. E kuptoni, ishte e qetë, nuk është se u bë, edhe unë e lash ashtu. Ajo erdhi, ishte duke lozur, unë isha duke bërë video dhe erdhi aty po bënte ashtu në ato momente. Ndodh kështu papritur, e kuptoni, edhe unë prandaj isha duke e bërë videon. Gjithsesi, se di. Jam shumë kurioze çfarë mendoni juve, si ju duket kjo gjëja. Edhe
Se di njerëz. Është që mërzitshme, se tani e kuptoj, do më thënë edhe atë ja, është një gocë tu në Gjermani, nuk e di nëse ju ka dalë, juve, është ajo Doresa, që është ajo Kosovarja, që ka 4 çuna, që atëherë do më thënë e ofendonin, e gjukonin se i kishte thënë fëmijës kjo, që mirë, mos ha buk flipa ngrem, diçka e tillë më duket, ishte, nuk jam shumë e sigurt. Edhe sinqerisht e kuptoj tani se dukesh si nën e keqe, ku në të vërtet nuk je nën e keqe, kupton? Se vjen një moment që të gjithë i bërtasin fëmijës. Ta pranojmë apo jo të gjithë. Këta që ofendojnë kështu, që gjykojnë kështu, që kanë, nuk e di unë, domethënë. Ose këta nuk merren fare me fëmijët, ja lën kujt ja lën, ose nuk e di çfarë të them. Unë kaq kisha për t'ju thënë goca, se u bë 11 minuta edhe nuk dua që ta zjas kot më kot. Doja thjesht t'ju tregoja këtë situatën që uroj që të mbaroj sa më shpejt. Hajde 3 ditë zjatë çudia më e madhe thon, por që do më ndjekin në çdo video, do fillojnë të komentojnë ato derisa ta harrojnë. Por unë, okay, e zgjidh, i bëj blog, por prap mund të dukem njëri që nuk e vras shumë mendje, në fakt. Edhe mundojmë që mos ta vras, por thellë brenda, kur ka lidhje me Zojin sidomos, e vras mendjen. Edhe prandaj unë nuk dua, edhe kjo është një nga arsyet e tjera që nuk dua që ta nxjerr Zojin nëpër rrjete sociale, as me një vend, sepse shikoni se çfarë bëhet. Shikoni se çfarë bëjnë njerëzit. Okej, edhe perfekt thjeshti njerëzit do të ofendojnë, do të gjykojnë, do ta gjejnë ata që është për të bë. Se këtu është pjesë që duhet janë këto me rruga me kaldrem kështu, që televizora prandaj. Do me thënë njerëzit edhe perfekt thjeshti do ta gjejnë diçka për të gjykuar, për të ofenduar e të tjera njerëz. Prandaj kjo është një ndër arsye, sepse kur e kam nxjerr Zojin, se e kam nxjerrur unë Zojin kur bëri 5 muajshëm, duket 6 muajsh, vjet në qershor, njerëzit e gjenin sido që t'jetë diçka negative për të thënë. Prandaj, gjithsesi, unë po e mbyll këtu këtë mini vlogun themi, që as vlog nuk ishte, këtë bashkëbisedimin, kështu do ta quaj, se dua që të shikoj shumë ato komentet e juaja, çfarë do më thoni ju këtu, si ju duket kjo situata, edhe çfarë më këshilloni. Ju thash, unë këtu ndihem shumë mirë kur flas këtu, prandaj doja që ta ndaje me juve këtë, se më pëlqen shumë kjo këtu, madje më shumë se në rrjetet e tjera sociale, por çfarë bëj që andej është shikueshmëria, është dhe puna, edhe gjitha. Prandaj, gjithsesi goca, se thash do ta mbyll, do shihemi në vlogjet e tjera. Dhe vlogun që kam për të edituar do ta postoj. Shpresoj që mos nesër, pas nesër do shikoj kur ta postoj. Edhe ka ju përshëndes.